metodat të njohura të Ramës, por që njerëzit duhet të vetëdijsohen se nuk është Rama ai çfarë thot se jam. Rama është ai për atë çfarë bën. Sigurisht. Dhe letra në gazetën gjermane është ajo që dëshmon se çfarë ai bën, jo çfarë ai është. Nëse edhe Ballkani i hapur një çmenduri ishte. Ballkani i hapur, gjithçka tjetër, Jugosllavia e re etj. Ndërkohë do doja nëse më lejon profesor të mirëpres Kronin, mikun ton sigurisht nga Klan Kosova Konstatiku, përshëndetje. Përshëndetje Flavio, përshëndetje profesor, kënaqësi me qenë mesin tuaj sot. Faleminderit. Kron, duket se momente jo dhe aq të lehta në perceptimin publik kosovar, veçanërisht për Aleksandar Vučić që mund të ketë dhe probleme me gjykata ndërkombëtare nëse ka bërë shoqëruesi në turet e gjuetisë së qenieve të gjalla dhe njerëzve në Sarajevo, siç janë fakt edhe disa personazhe shumë të pasur në Itali dhe ky është skandali më i fundit. Por gjithashtu edhe për kryeministrin Rama, ma bëj një kronologji të shkurtër të perceptimit për Ramën mes shqiptarëve të Kosovës. Po fillimisht nuk shamon me çështjen politike, por po e jap edhe perceptimin. Shqiptarët e Kosovës e dojnë se cilin kryeministër të Shqipërisë njëjtë. Për neve është njëjtë, se cili kryeministër i Shqipërisë është kryeministër i një shteti tjetër, po i kombit tonë. Edhe dashtëm apo s'dashtëm ne, impakti i kryeministit Shqipërisë është shumë i madh në të gjitha trojet shqiptare, duke marrë parasysh se është edhe shteti ambi jone. Në perceptimin publik, Rama ka një admirim në Kosovë në aspektin e rrugës që Shqipëria bën apo proklamohet se po bën drejt Bashkimit Evropian, diçka që ne kemi ndjekur në vitet e fundit, kështu që në këtë kontekst imazhi i Ramës është pozitiv në Kosovë. Sa i përket çështjes që profesori elaboroi fillimisht, i them profesorit se Rama është kryeministër i Shqipërisë, jo i Kosovës. Dhe sipas Bashkimit Evropian, rruga e Serbisë për në integrimin në Bashkimin Evropian i është në qartë se kalon nga Kosova dhe nuk kalon nga Edi Rama. Andaj edhe roli i tij pa mbështetjen politike të Kosovës është i zbehtë në këtë kontekst. Që nuk do ta bëja as mas sa po e bën jo aktualisht Ramën në raport me integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, një parafrim i Serbisë me Shqipërinë në kuptimin politik dhe diplomatik, besoj se është diçka e mirë për Kosovën. Duke marrë parasysh se ne kemi fituar Kosovën, lufta ka përfunduar. Kosova e ka sipërfaqen 10.878 km². Edhe sipas ligjit të fundit të Ministrisë së Mbrojtjes amerikane për interesat në Ballkan, Kosova njihet në këtë sipërfaqe, në këto kontura, do nuk besoj se Rama apo ndonjë politikan tjetër i Ballkanit ka fuqinë që ta ndajë Kosovën. Prandaj duke marrë parasysh këto fakte, secili parafrim me Serbinë, i Ramës apo i ndonjë politikani tjetër shqiptar në këtë moment, është pozitiv për Kosovën dhe hap i mirë drejt njojës, për arsye se ne kemi fituar luftën. Mendimin e ndërkombëtarëve po e fituam dhe e gëzojmë këtë sipërfaqe toke. Dhe unë jam komplet kundër ndarjes së Kosovës, sepse Ujmani ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Ne e dimë se në të ardhmen lufta do të bëhen për ujë, po një çështje tjetër. Pozicioni i Ramës ka qenë goxha proaktiv ndaj atij projekti. Tani Flavio, impakti cili ka qenë, sepse profesori tha se ne nuk do t'i shikojmë politikanën nga ajo çfarë thonë, po nga ajo çfarë bëjnë. Dhe në këtë kontekst ai nuk bëri asgjë, sepse asgjë nuk ndodhi. Kupton? Por duke nisur prej kësaj, unë mendoj se nuk ka një rol të madh. Me gjitha mjetët u përpoq bashkë me Thaçin. Ne e dim të. Po tani profesor, ne e dim se cili është realiteti aktual. Unë nuk po them se ju jeni gabim çfarë po flisni. Unë po merrem me aktualitetin real, me realitetin e momentit. Pra, sot Kosova e kontrollon pjesën e veriut të Kosovës, sidomos pas sulmit të Banskës, dhe kjo është një fakt. Fakti tjetër është se edhe Ministria e Mbrojtjes apo si është ajo i dërgoi interesat amerikanë në Ballkan, plus është një çështje tjetër ku përfshin në fakt Kosova si tansi, plus është një çështje tjetër, kisha një intervistë me politikanin e mirënjohur serb Dušan Janić, atje thuhet se në një non-paper i është afruar, pra qarkullon tani më në duart e Serbisë për njohje reciproke
nga Serbia dhe Kosova. Pra, Kosova ta njeh Serbinë dhe vazhdojnë tutje. Kështu që këto zhvillimet për cilat po flisni ju dhe zhvillimet që po luhen në prapaskenë gjithmonë sipas personazheve ndryshme politike serbe të cilat i intervistoj her pas here, nuk korrespondojnë me njëra tjetrën. Okej. Tani, ndërkohë se është dhe dita sot që përkujtohet ndërhyrja e NATO-s në Serbi, një koment lutem duhet nga ty Kron për këtë çështjen e Aleksandr Vučić, sa është i rrezikuar vërtet për ekspeditat ku gjuhej njeriu në Sarajevo, se duket si rijetëzimi i atij komenti shumë simpatik të Hemingway që kur provon gjuetin e njeriut nuk ka asnjë gjë tjetër që t'jep adrenalin. Tani e vërteta është se Aleksandr Vučić ka shërbyer tek varrezat e Jaudive, ndërsa komandanti i tij dhe i disa zona përreth aty ishte Slavko Aleksić. Është shumë interesant fakti se në dhjetor të vitit të kaluar, kur u bë kjo e madhe çështja e Sarajevo Safarit, ky person vdes në rrethana të dyshimta. E para, e dyta, Aleksandr Vučić tha se unë kam qenë duke i mbajtur këmbët e një kamere, ndërsa xhirimet të cilat dalën nga Sarajevo Safari tregojnë se Aleksandr Vučić ishte i armatosur atje. Sepse ai pretendonte se po ndihmonte si për kthys, pra edhe kjo ra në ujë. Dhe pjesa tjetër, u ngret atje një padi dhe pati një seancë gjyqësore në Itali, si pasojë raportimeve të gazetar Demagoj Marketić, e gjithashtu edhe një seancë në Bosnë Mbajt. Pra gjërat po lëvizin në drejtim, po faktet janë se në Sarajevo janë vrarë 1601 fëmijë nga 11500 persona sa vranë, dhe dihet se një pjesë e tyre janë qelluar pikërisht nga varrezat e Jaudive. Pjesa nga ku shihej burimi vetëm i ujit që mbeti në atë pjesë të qytetit në kohën e viteve 92-96 asa dhe zgjati rrethimit. Pra ka disa fakte të cilat nëse ndërlidhen janë si copëzat mozaikut, i cili e shet fotografinë e qartë të Vučićit si pjesë e Sarajevo Safari. Po çështja është se pse po shtrohet kjo në këtë moment? A ka të bëjë me luftën, me gjeopolitikën pak, me luftën e cila po zhvillohet në Ukrainë, me rrezikun potencial të përhapjes së luftës në lindjen e mesme dhe impaktin që kanë këto dy, Irani dhe Rusia dhe Kina në Serbi, këtë nuk e di, por e di se kjo që po shohim për momentin është vetëm një copa e parë icebergut dhe e kemi parasysh se pjesa më e madhe e tij është në ujë. Pra, mbetet ende për të zbuluar, por faktet na dërgojnë aty që Vučić ka qenë pjesë e Sarajevo Safarit. Një gjë të tillë ka përmendur edhe Vojislav Šešelj, kriminali serb në Hag, i cili kishte thënë se Vučić i është bashkangjitur grupeve paramilitare përpara se të hynte në parti. Madje ka edhe një proces verbal të shpërndarjes, në fakt jo, nuk e di si i themi, proces verbal më duket, të shpërndarjes së armatimeve në atë pjesë të qytetit, e ndërto është edhe emri i Vučić, i cili kishte nënshkruar se ka pranuar një pushkë gjysmë automatike të tipit Zastava. Këto janë fakte të pamohueshme përveç atyre televizive ku shihet se e mban një armë të tillë, të cilat e inkriminojnë direkt Vučićin në ndërmarrje kriminale, ku thuhet se është paguar nga 45.000 e deri në 70.000 euro për një eliminim. Dhe ç'është më e keqja e krejt kësaj, apo më e tmerrshme është se eliminimi i fëmijëve kushtonte edhe më shtrenjtë se sa i të rritërve. E qartë, dhe të falenderoj për këto detaje makabër që na përcollën në një mëngjes si ky Kron, dhe sigurisht e di që ti do i drejtohesh emisionit tënd.